Ylber Ramadani ka dhënë lam të mirën Lecces përmes një postimi në rrjetet sociale. Mesfueshori kombëtares largohet pas 3 vitesh në klubin e Serie A dhe tashmë do të vijojë karrierën te Çorum, klub që luan në Superligën turke. Lecce, shtëpia ime, dua të falenderoj nga thellësia e zemrës për këto 3 vite që i kalova këtu, sikur të kisha jetuar këtu për 30 vjet. Dua të falenderoj drejtorin Corvino Trinchera dhe presidentin. Dua të falenderoj të gjithë trajnerët e mi që më kanë mbështetur gjatë këtyre 3 viteve në Lecce, dhe së fundmi tifozët e mrekullueshëm që më kanë mbështetur gjithmonë si në kohë të mira, ashtu edhe në të këqija. Ju uroj gjithë të mirat. Do të ndjek gjithmonë Lecce, shkruan Ramadani në rrjetet sociale. Marash Kumbulla është gati të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij, pas përfundimit të huazimit të Mallorca, mbrojtësi kombëtare shqiptare do të rikthehet te Roma, ku do të provojë të bindë Gasperinin për një vend në skuadër. Në një intervistë për Sport Italia, 25 vjeçari preku disa tema, duke folur për objektivat e Shqipërisë, trajnerin e ri të kombëtares, eksperiencën në Spanjë, rikthimin te Verdekusht, raportin me Gasperinin dhe Ivan Juric, si dhe finalen e Ligës së Europës të humbur ndaj Seviljës në Budapest. Kombëtarja. Kumbulla nisi intervistën duke folur për kombëtaren shqiptare dhe objektivat që sipas tij duhet të ketë skuadra në vitet e ardhshme. Brëçi Kuqezi komentoi dhe ardhjen e trajnerit të ri Maran. Personalisht nuk e njoh, por duke ndjekur Serina kam parë se ka bërë një karrierë në nivele të larta. Ende nuk kemi folur, por jam i sigurt se kjo do të ndodhë në shtator. Për Kumbulla, Shqipëria nuk duhet të konsiderojë më pjesëmarrjen në kampionatin evropian si një arritje të jashtëzakonshme, por si një objektiv që duhet të përsëritet rregullisht. Objektivi ynë duhet të jetë normalizimi i pjesëmarrjes në Europian. Mendoj se do të ishte shumë bukur të arrinim këtë objektiv. Kemi një publik të jashtëzakonshëm kur luan Shqipëria, për shqiptarët ekziston vetëm kombëtarja. Shpesh kur luajmë, shqiptarët që jetojnë jashtë kthehen në Shqipëri vetëm për të parë ndeshjen. Do të ishte shumë e rëndësishme të arrinim këtë objektiv, u shpreh Kumbulla. Roma. Mbrojtësi 25 vjeçar pritet i bashkohet Romës në grumbullimin veror, ndërsa armia e tij mbetet ende për të vendosur. Kontrata e tij me klubin Verdekusht është në fuqi deri në vitin 2028 dhe lojtari nuk ka fshehur dëshirën për të punuar me Gasperinin. Do të më pëlqente shumë të punoja me të. Kam punuar me të vitin e kaluar për një muaj gjatë fazës përgatitore, por sigurisht që e njihja dhe më parë. Mendoj se i kam karakteristikat e duhura për mënyrën e tij të lojës. Do ta shohim në javët e ardhshme sepse nuk varet vetëm nga unë apo nga ai. Unë do të përpiqem të paraqitem në grumbullim gati për të treguar sa vlej dhe më pas do të vendosim së bashku. Kam vetëm fjalë pozitive për trajnerin, e njihja dhe më parë dhe mendoj se karriera e tij flet vetë. Do të vi në grumbullim gati për të luajtur shanset e mia dhe më pas do të vendosim të gjithë së bashku se cila është zgjedhja më e mirë për të gjithë, shton mbrojtësi kombëtares. Mallorca. Sezoni i fundit në Spanjë nuk rezultoi ai që kishte imagjinuar. Mallorca ra nga La Liga, ndërsa vetë Kumbulla u kushtozua nga dëmtimet duke mos arritur të ketë vazhdimsi në fushë. Shumë gjëra nuk shkuan siç kisha shpresuar. Ram nga kategoria pavarësisht se kumbulluan 42 pikë. Normalisht në 42 pikë siguron mbjetesën disa javë para fundit, por këtë sezon renditja La Ligës ishte disi e pazakontë. Në aspektin personal pata disa dëmtime që nuk më lejuan të kisha vazhdimsi. Kam kaluar një sezon pozitiv duke luajtur 36 ndeshje dhe jam shumë i kënaqur me atë që kam bërë atje. Në përgjithësi në Spanjë ka një qasje ndryshe nga Italia në disa aspekte, edhe mënyra se si përgatiten për ndeshjet është ndryshe. Liga e Europës. Një nga temat që u rikthye në intervistë ishte dhe finale e Ligës së Europës e vitit 2023 ndaj Seviljës. Kumbulla u shpreh në të njëjtën linjë me Jose Mourinho duke besuar se arbitrimi ndikoi në rezultatin e asaj sfide. Jam dakord me trajnerin kur thotë se një arbitër tjetër ndeshje do të kishte përfunduar ndryshe. Kishte episode mjaft të qarta dhe në 90 minutat e lojës duhet të fitonim ne. Më pas të penaltit mund të ndodhë gjithçka. Fatkeqësisht shkoi kështu, shtoi ai. Monza. Në fund mbrojtësi shqiptar u ndal te Ivan Juric, trajneri që i dha mundësinë të debutonte në Serie A me Hellas Verona dhe që sipas tij ka pasur ndikim të madh në karrierën e tij. Aktualisht Juric trajton Monzën dhe në Itali ka thashë theme se mbrojtësi mund të transferohet atje. Kam vetëm fjalë pozitive për të. Ai më bëri të debutoj në Serie A dhe fjalë për fjalë më ndryshoi jetën. Mënyra e tij e stërvitjes dhe karakteri janë shumë të ngjashme me Gasperinin. Nuk e di pse gjërat nuk funksionuan kohët e fundit, në përvoja ime nuk gjej asgjë negative. Ka bërë mirë si të Verona ashtu edhe të Torino. Te Roma mbriti në një moment të vështirë pas De Rossit, kur ambienti nuk ishte i kënaqur. Edhe te Atalanta nuk pati kohë, ndaj nuk di cili është motivi vërtet. Monza është një skuadër e mirë për të rifilluar. Futbolli i tij ka nevojë për kohë, sidomos për fazën përgatitore, që për të është gjëja më e rëndësishme.
mendoj se mund të rikthehet shumë mirë, u shpreh mbrojtësi shqiptar. Steven Shpendi vazhdon të jetë një nga emrat më të kërkuar të merkatos së verës në Itali, por këtë herë interesi për sulmuesin shqiptar lidhet me një projekt të veçantë. Sipas raportimeve të mediave italiane, Avellino po punon për të ripashkuar në të njëjtën skuadër vëllezërit Binjak Shpendi, duke synuar transferimin e Stevenit nga Empoli dhe Kristianit nga Cesena. Klubi Avellino se shesi një mundësi interesante krijimin e një ndysheje sulmuese me 2 futbollistët shqiptar, të cilët konsiderohen ndër talentet më premtues të brezit të tyre. Megjithatë, realizimi i këtij operacioni nuk pritet të jetë as pak i lehtë. Sipas mediave italiane, pengesa kryesore mbetet aspekti ekonomik, si Steveni ashtu dhe Kristiani kanë vlerë të rëndësishme në treg dhe një transferimi të fishtu të kërkonte një investim të konsiderueshëm nga Avellino. Pikërisht për të arsye, nëse negociatat nuk ecin sipas planit, klubi mund të detyrohet të përqendrojë përpjekjet vetëm te njëri prej 2 sulmuesve. Përsa i përket Steven Shpendit, të ardhmja e tij mbetet një nga çështjet më të rëndësishme të merkatos së Empolit. Sulmuesi shqiptar, autori 15 goleve sezonin e kaluar në Serie B, konsiderohet një nga asetet më të vlefshme të klubit, si nga ana sportive, ashtu edhe financiare. Interesimi për 22 vjeçarin nuk është i ri. Javët e fundit emri i tij është lidhur edhe me Padovën, Palermo dhe Frozinonen, ndërsa tani dhe Avellino është futur në garë me synimin për të afruar në një skuadër ku do të luante krah për krah me vëllain e tij Binjak. Nga ana e Empolit nuk ka ende sinjale për një negociat konkrete me Avellinon, por drejtuesit e klubit janë të vetëdijshëm se Shpendi është një nga futbollistët më të kërkuar në këtë merkato. Në rast të një oferte të rëndësishme, largimi i tij mund të jetë një nga operacionet më të mëdha të verës dhe një burim i rëndësishëm të ardhurash për ndërtimin e skuadrës së re. Nëse Avellino arrin të realizojë planin e saj, vëllezërit Shpendi mund të ripashkohen për herë të parë në nivel klubi, një skenar që do të përbënte një nga historitë më interesante të merkatos së kësaj vere në futbollin italian. Kthese papritur për të ardhmen e Arion Ibrahimović, sulmuesit shqiptar i cili është në kontratë me Bayern Munich. Futbollisti 20 vjeçar që po monitorohet nga FSHF prej vitesh, duket se do të zgjasë qëndrimin e tij te kampionat bavarez dhe ka marrë garanci nga vet Vincent Kompany. Ibrahimović ishte dhënë huazim te Heidenheim në sezonin e fundit, duke luajtur rregullisht me këtë klub dhe marrë vlerësime pozitive. Kjo ka shtyrë Bayernin që do rishikojë situatën e ansorit të sulmit dhe në vend që të vendosë për shikin e tij, do ta mbajë dhe do t'i ofrojë rinovimin. Mësohet se tani atij do t'i ofrohet rinovimi i kontratës deri në vitin 2028 me firmën që do të vijë në javën e ardhshme, pasi Vincent Kompany jeton në radhët e ekipit si një alternativë më shumë në repartin ofensiv, duke i garantuar më shumë minuta. Edhe pse Ibrahimović kishte marrë oferta nga Gjermania dhe klube të tjera europiane, ai ka pranuar propozimin e klubit dhe tashmë pritet vetëm zyrtarizimi i firmës. Cristian Aslani do të shitet në këtë merkato vere nga Interi. Menaxheri i njohur italian Federico Pastorello u shfaq dje në selinë e klubit pasi duhet të tërgojë oferta për Aslanin. Në Itali do të jetë vështirë që të kënaqen kërkesat financiare të Interit, ndaj dhe zhvillimet e reja mund të vinë nga jashtë vendit. Arabia Saudite është një destinacion i preferuar nga klubet për raste të tilla. Kujtojmë se në edicionin e kaluar Aslani u huazua fillimisht të Torino dhe më pas të Beşiktaşi, pavarësisht se paraqitja me klubin turk u konsiderua pozitive. Beşiktaşi nuk ishte i gatshëm të paguante 11 milion euro për kartonin.